إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تجيث الأفدريمة تقين الله سبحانه وتعالى أتى الأفدرين ديم ذا فالية فتن بريتي كركوين I kërkojmë mbrojtje Allahun nga keqja vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush ta humbë, ndërsa atë që ai humbi nuk ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Lëvdata shumt dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi gjithë ata që i pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Robërt Allahut, friksojeni Allahut të lartësuar me një frikë vërtetë dhe dijeni se prej urtësisë së Allahut të lartësuar është që kjo jetë e kësaj bote, bashkë me kënaqësitë dhe gëzimet e saj, të jetë e trazuar dhe e përzier me pikëllime, brenga dhe frikë. E nuk ka dyshim se këto brenga që i ndodhin njeriut janë për shkak të ndonjë fatkeqësie të ndodhur, apo për shkak të ndonjë të dashurie të humbur, apo për shkak të ndonjë sëmundjeje të dhimbshme, ose të ndonjë borxhi të rënd, apo për shkak të ndonjë dëshire të paplotësuar, apo për shkak të ndonjë diçkaje tjetër. Mirë po nga mëshira, bujaria dhe butësia Allahut të lartësuar është se ai ka caktuar për çdo sëmundje ilaç dhe për çdo dhimbje shërim, përfshirë këtu edhe brengat, shqetësimet dhe trishtimet. Ndaj Allahu i lartësuar ka zbritur armën me cilën ne do t'i bëjmë ballë ushtrive të tyre, si dhe ka zbritur ilaçin me cilin ne do të kurojmë sëmundjet tona. Kjo është prej mirësisë Allahut ndaj robërve të tij. Ndaj nga gjërat që ndihmojnë njeriu përballë pikëllimeve, brengave dhe shqetësimeve të jetës së kësaj bote, është që ai të di se këto pikëllime, brenga dhe shqetësime janë shkak për shlyerjen e mëkateve të vogla dhe të këqijave të tij. Prandaj kur robi mediton në këtë domethënie, ai gëzohet me mirësinë dhe mëshirën e Allahut të lartësuar, si dhe bindet se ajo që ka caktuar Allahu i patmeta për të është në të mirën e tij. Ndaj në lidhje me këtë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma yusibu al-mu'mina min wasabin wala nasab, wala saqamin wala hazan, hatta al-hammi yuhammuhu illa kuffira bihi min sayyi'at." Thot nuk ka gjë që e godet besimtarin, as lodhja, as sëmundja, as breng, as pikëllim, madje as një shqetësim i vogël që e mundon atë, përveç se Allahu ja shlyen me to disa prej mëkateve të tij. Këtë hadith e ka transmetuar Imam Muslimi, Allahu mëshiroft. Ndër gjërat me të cilët kërkon ndihmë dhe armatoset robi i Allahut kur e godasin brengat dhe shqetësimet, është që të shkojë më të shpejt tek përmendja e Allahut dhe t'i drejtohet me lutje atij, veçanërisht me dhikret dhe lutjet që janë transmetuar për rastet e pikëllimit, shqetësimit dhe dëshpërimit. Prandaj Ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thënë: i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur i ndodhte ndonjë breng lutej duke thënë: La ilaha illa Allahu al-azim al-halim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. Nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut, të madhit të butit. Nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut, Zotit të qiejve dhe të tokës dhe Zotit të arshit të madh. Po ashtu i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Da'watul makrubi Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata 'ain,
وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Lutja të pikulluarit është: o Allah, mëshirën tënde shpresoj, andaj mos më lër të mbështetem tek vetja ime asaj në lëvizje syrit. Ma përmirëso mua të gjithë çështjen time, nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç teje. Ndërsa një herë një burr shkoi tek Aliu radiallahu anhu, kërkoi ndihmë prej tij për të shkryer një borxh që kishte. Atëherë Aliu radiallahu anhu tha: atë të mësoj disa fjalë, të cilat mi ka mësuar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, që si kur të kishe borxh sa mali i sirit, Allahu do ta shlyen të për ty. Ai tha: thuaj: Allahumma kfini bi halalika an haramik, wa aghnini bi fadlika amman siwak. O Allah, më mjafto me halalin tënd ndaj haramit tënd, dhe më bëj që të mos kem nevojë nga askush tjetër përveç teje. Këtë e transmeton Tirmidhiu dhe ka bërë të mirë pra Sheikh Al-Albani, Allah më shërof. Ndërsa nga Anas ibn Malik radiallahu anhu transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha Muadhit radiallahu anhu: atë të mësoj një lutje, të cilën nëse e bën sikur të kishe borxh sa mali Uhudit, Allahu do ta shlyente për ty. Thuaj o Muadh: Allahumma malikal mulk, tu'ti al-mulka man tasha, wa tanzi'u al-mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadika al-khayr, innaka ala kulli shay'in qadir, rahman ad-dunya wal-akhirah, wa rahimahuma, tu'tihuma man tasha, وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. O Allah, posëduesi pushtetit, ti ja jep pushtetin kujt të duash dhe ja heq pushtetin kujt të duash. E forcon këtë të duash dhe poshtron këtë të duash. Në dorën tënde është e mira, vërtet ti ke fuqi për çdo gjë. O i gjithë mëshirshëm i dunjas dhe i ahiretit, dhe mëshirues i të dyjave, ti ja jep të dyja kujt të duash dhe ja ndalon kujt të duash. Më mëshiro me një mëshirë që të më bëj të panevojshëm për mëshirën e kujt tjetër përveç teje. Pra këto janë lutje profetike begata, të cilat me lejen e Allahut largojnë brengat e mëdha, brengat e vogla dhe shqetësimet, si dhe shlyen borxhet. Madje ato e qetësojnë zemrën e njeriu dhe bëjnë atë që të ndjehet i lumtur në jetën dhe familjen e tij. Ndaj Allahu na bëf për atyre që mësojnë dhe i praktikojnë ato në jetën e tyre, ditën dhe natën, haptazi dhe fshehurazi, me qëllim që Allahu i lartësuar të na i largoj brengat dhe shqetësimet tona. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Robert Allahut, friksojeni Allahut të lartësuar dhe tregohuni të sinqert në kërkimin e ndihmës prej tij. Vërtet ai është bujar e fisnik, fal mëkatet, pranon pendimin, i jep atij që kërkon, largon dëmin dhe i përgjigjet lutjes atij që është në nevojë të madhe. Robert Allahu, ndër lutjet profetike të bekuara, me të cilat Allahu largon pikullimin, brengën dhe shqetësimin, dhe për cilat i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i kanë nxitur fort besimtarë që t'i mësojnë, është fjala e tij sallallahu alaihi wasallam: ma qala 'abdun qat idha asabahu hammun aw huznun Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiha hukmuk 'adlun fiha qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي
illa adhhaba Allahu hammahu wa abdalahu makana huznihi faraha. Nuk ka ndodhur kur që një rob i Allahut kur ta godas ndonjë breng apo pikëllim të thotë: "O Allah, unë jam robi yt, i biri i robit tënd, i biri i robreshës tënde, balli im është në dorën tënde. Gjykimi yt për mua është i kryer, gjykimi yt për mua është i drejtë. Të lutem ty me çdo emër që ke, që ja ke vënë vetes tënde, ose që e ke zbritur në librin tënd, ose që ja ke mësuar ndonjë krijesë për krijesave të tua, ose e ke mbajtur të fshehur në dijen tënde të fshehtë. Tek ti, që ta bësh Kur'anin pranverën e zemrës sime, dritën e shikimit tim, heqjen e pikëllimit tim dhe largimin e shqetësimit tim. Pra kush e thotë vetë se Allahu thotë, do t'ja largoj shqetësimin dhe do t'a zëvendësoj pikëllimin e tij me gëzim. Ata thanoi dërguari i Allahut: "A duhet që t'i mësojmë këto fjalë?" Ai tha: "Po, është e nevojshme për këto që i dëgjon ato fjalë që t'i mësoj ato." Këtë ka saksuar Ibn Hibani, Allah më shërof. Robërt Allahut, kjo dua përmban 4 çështje madhështore. E para, pranimi dhe dëshmia jote se ti je rob i Allahut dhe se Allahu është Zoti yt, mbrojtësi, zotëruesi dhe begatuesi yt. Kjo të obligon ty që ti bindesh atij, nga se detyra e robit ndaj zotëruesit të tij është bindja ndaj tij, përmbushja e urdhrave të tij dhe largimi nga ndalesat e tij. E dyta, pranimi nga ana e robit e besimit në kaderin, caktimin e Allahut, se çfarëdo që ka dashur Allahu ndodh, dhe çfarëdo që nuk ka dashur nuk ndodh. Kush beson në kader, kënaqet me atë që Allahu ka ndarë për të dhe jeton një jetë të lumtur e të qetë, cilado që gjendja e tij, në pasuri apo në varfëri, në shëndet apo në smundje, siç thuhet në fjalë të urtë: la yahnau bil aishi illa man radiya bil qadar. Nuk e shijon jetën e mirë askush përveç atij që kënaqet me kaderin. E treta, besimi në emrat e bukur dhe cilësitë e larta të Allahut të lartësuar, me të cilat ai ka përshkruar veten e tij, me të cilat e ka përshkruar atë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, meditimi mbi domethënien e tyre, veprimi sipas kërkesave të tyre dhe lutje me to. Kush e njeh Zotin e vet përmes emrave dhe cilësive të tij, i shtohet afërsia, dashuria, frika dhe respekti ndaj tij. Dhe kush është i tillë, brendat i zhduken, shqetësimet i shuhen. E katërta, ti afrohesh Kur'anit duke lexuar, duke medituar dhe duke punuar me të. Kush i afrohet Kur'anit në këtë mënyrë, i zgjerohet gjoksi, zemra i qetësohet, shpirti stabilizohet dhe bëhet ndër njerëzit më të lumtur në jetë. Pra, qëllimi nga këto dhikre dhe lutje nuk është që të jenë vetëm fjalë që shqiptohen me gjuhë, pa i shoqëruar ato, pra besimi i sinqert dhe vepra konkrete. Kush dëshiron vërtet frytin e tyre, duhet i vejë në praktik me sinqeritet, domethënien dhe kuptimet që ato mbartin. I lutem Allah të lartësuar që të na i largoj brengat, dëshpërimet dhe pikëllimet tona dhe të na bëj për atyre që janë të kënaqur me caktimin e tij, si dhe që i mbështeten atij për çdo gjë. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.